Jam Bardhok Ndreka nga Velipoja. Ish kryetar komune I Partisë Socialiste në Velipoj. Po. Ju lutem, po. Po. Unë e njoh mirë Velipojnë, se kam punuar 2 periudha historike. Edhe në atë kohë, edhe në të kohë. Ai zotëria Mazniku tha që reformat kanë dhënë rezultat në 2014 e këtej. Unë flas për Velipojnë gjithmonë. Jo vetëm që s'kan dhënë asnjë rezultat, por zero. 3 bashkit me mandat, 3 bashkit, 5 kryetar komunë shkëpi qenë. Në raport më ato, se cili nga ne, I mojt e gjastë, e kena mu ka I guar. Ndërsa bashkit, vjen kesh I njoftë gjithë. Edhe Lorencin e tjetërin I ti njoftë gjithë. E kanë ardhur dhe kam shumë njësi me to. Por nuk e kanë hedhë një karros zhavor në Velipoj. Me miliona lek merën në Velipoj. Me miliona lek merën në Velipoj, 0 investimet. Ligji për qeverisin me dorë thotë shtu. Aty ku merën ardhënët duhet me bëjë investime. Ku janë të investime? Vinë të punojësit e bashkisë, marrin parat, dikun gjep, dikun atje, edhe 0. O zotri, boqi, zotri, transmetoj që të fjallë, unë jam I majtë. Por, kjo qeverisje, njërës që e kanë organizu këto, 0. Ka ikë rinia, ka ikë bujësia, kena met në pleshtë. Po bëj një humor. Duke ne me pleshtë, me dhunë plak, një plak, thojte, me të marë mali, marë me e pa, më fali motra, me e pajnu se 7 zanë mërë. Po ku janë do? Ikine, se vinë e vërë. Ja fatë kësi e marë. Faleminderit që, Velipoj e donë. Qeverisje vendore vetë, donë bashki. Po, si ka gjitha resurse. Ka 11.000-12.000 banorë. Ka 14.000-15.000 hektar tokë. I di me statistika. Ka 2-13.000 kilometra plazh, 2-13 kilometra nga Gryjdere e Bunëse deri te Rana Helme. Ma sta më fjalë. Ju e din tanë populli e din. E din gjithë Shqipëria, për plasje që nolën banorët e fshatit Rjoll me policinë. Nuk ka faj policia, po ka faj shteti. Jam shumë dakord që ajo zonë don ndryshim, don investime. Mos me lanë më qalë, por do të më marrë dhe shteti. Mos me lanë fshatarët mu për plasje njëri. Ti shteti po. E përmbyllim se ka e përmbyllim sepse koha ka mbaruar. Mirë njohje për ju. Faleminderit. Merrje parasysh shafash. Mirë njohje. Faleminderit. Do kalojmë në sesionin e dytë tematik. Dhe edhe për arsye të humorit do t'ja japim, por edhe të balancës do t'ja japim fjalën 2 zonjave, Mozës dhe zonjës që ka kërkuar fjalën, por më lejoni të bëj një parashtresë dhe nëse mund të fokusohemi tek tematika. Dimensioni I dytë për të cilin është I interesuar komisioni të dëgjoj argumentat tuaj lidhet me funksionet, kompetencat dhe shërbimet publike. Nëse mund të jemi specifik kur flasim për shërbime specifike, cilat janë ato shërbime që vlerësoni kanë performuar mirë dhe mund të përdoren si model suksesi, dhe cilat janë ato shërbime apo funksione të cilat kanë demonstruar problematika dhe do duhet të përmirësohen. Çfarë vlerësoni që duhet përmirësuar? Për të ilustruar, kemi tendenca në shërbime të tilla, siç është ujësjellës kanalizimet, ku është rritur roli I qeverisë qendrore, sikundër kemi shërbime të tjera, siç janë kanalizimet, vaditjet, kullimi, ku është hedhuar procesi I decentralizimit. Nëse mund të jemi specifik në rekomandime, komisioni do ta vlerësonte. Moza dhe pastaj zonja. Flasin ca zonja se Velipoja sa po përfaqësu. Atëherë nga malësia madhe nuk ka fol njeri dhe të ne varet harta, kështu që më takon me marr fjalën sot, apo jo? Okej. Të nderuar zonja dhe zotëri, kënaqësi që na e keni ofruar mundësinë për me I thënë 2 fjalë të thjeshta, edhe 2 fjalë nga populli. Unë jam Moza Rexhvelaj, me profesion mësuese, ish këshilltare pranë bashkisë Malësie e Madhe,
dhe njohëse e mirë e territorit të Malësisë së Madhe. Dua ta nis me reformën e 2014-s, e cila u soll tek qytetarët si një reformë që njerëzit do hani me luk floriri, që premtimet ishin aq të bukura sa shumë filluan të shihnin ëndra, por e vërteta është tjetër gjë dhe vazhdojnë të ushqehen me lugën bosh. E kjo lugë bosh, mas kaq viteve pushtet, vazhdon t'i mbaj gjallë frymën e tyre. Nuk e di se si mbahet, po ja kështu që ndodh. Malësia e Madhe është një bashki e shtrime në territor, është një bashki me specifikat e veta historike, është një bashki që dikur funksiononte një bashki e madhe dhe 5 komuna. Afërsisht dikun të 210-220 punojës aso kohë, të cilën me reformën e re u bashkuan, u shumë fishuan një 5 fish, por çfarë ndodh? Shërbimi tek qytetarët nuk shkon. Tek zonat e thella nuk ka shërbim, nuk ka investime. Duke mos pasur investime, ka dhe këtë shpopullimin që të gjithë flasim, që nuk është emergjencë vetëm e rajonit, por është emergjencë kombëtare që na përket të gjithëve. Dhe të gjithë jemi me pushtet pak apo shumë mbajnë përgjegjësinë tonë. Çfarë ndodh? Në Malësinë e Madhe, pushteti dhe investimet janë lokalizuar në dorën e një kryetari i cili ta themi fatkeqësisht e ka mbledhur rreth vetes duke lënë jashtë përgjegjësisë dhe duke lënë jashtë syrit të vëmendjes zonat e thella. Zona nga unë vi është Gruemira, e cila nuk ka përfaqësim dinjitos si që meriton, e cila nuk merr investimet si që meriton dhe e cila sot vuan largimin më të madh të qytetarëve të saj. Duke parë situatën në të cilën ne ndodhemi dhe duke parë se kjo reformë po kërkon zërin e njerëzve dhe kërkon të sjellë njërisi, do kisha dëshirë të propozoja diçka konkrete. Malësia e Madhe të ndahet në 2 bashki. Në bashkinë e Kastrat, Këlmend, Shkrel dhe në bashkinë e Rancave që merr Koplikun edhe Gruemiren. Si territor e përmbush kriterin sepse territori është shumë i shtrirë dhe qytetarët nuk e marrin shërbimin që duhet dhe besoj që duke kaluar pushtetin në 2 bashki, qytetarët do marrin shërbimet që paguajnë taksat dhe që pretendohet që duhet të kishin edhe tash. Atëherë, për ta mbyllur fjalën time, dua që ky propozim mos të ngelet thjesht në diskutimin tim sot, po të merret parasysh, nuk është vetëm i imi, është edhe i bashkëmalësorëve të mi, të cilët e duan se s'bën dhe me çdo kush këtë ndarje. Ju falenderoj shumë. Faleminderit, po, zonja. Përshëndetje, Valbona Luka, Bashkia Vaudejs. U përmend reforma territoriale e 2014, që ndoshta jo për gjithkund ka qenë, jo për të gjitha vendet, ka qenë as e suksesshme, as e pasuksesshme, se përvaret te bashkit. Unë nga Bashkia Vaudejs, ndoshta do jetë në rastet më suksesshme të asaj reforme, sepse nëse diskutohet sot një diçka tjetër për atë bashki, do ishte krejt gabim. Ne nuk jemi vetëm një ndarje administrative, ndarje territoriale. Vaudejs nuk është vetëm njësi administrative. Vaudejs është një ndër bashkitë me potencialin më të madh të zhvillimit ekonomik, ndoshta edhe në rang vendi se Mançarkun e Shkodrës po se po. Nuk mundesh me të diskutu ndarjet bashkisë Vaudejs kur kemi 2 hidrocentrale, që është hidrocentrali Vaudejs e Komanit, kur janë 5 hidrocentrale, 2 liçej, është landfilli rajonal dhe janë shumë e shumë gjëra tjera që janë bërë vitet e fundit. Zotëria foli pare për zonën e Shllakut, do flas edhe për shumë zona tjera, për gjëra që janë bashkë në 2014 që nuk janë diskutuar më përpara. Tu fillu që të ujë pishëm që është karë në të gjitha zonat 24 orë, kemi shërbimin shëndetësor 24 orë, është rruga Komanit, rruga e Vig Mneles që janë ba, janë edhe shumë gjëra tjera në bujqësi, kanalizimet sot nuk diskutohet në Bashkinë e Vaudejs sot që mungojnë kanalizimet, dhe shumë përparësi që janë dhënë kësaj bashkia, ajo bashki nuk kërkon sot ndarje. Ajo bashki kërkon vetëm investim më të madh, kërkon mbështetjen e qeverisë, kërkon çdo gjë që mundet me shuat bashki më përpara. Ne nuk jemi në asnjë moment për një ndarje të re. Nuk jemi në asnjë moment për t'ju bashkuar asnjë bashki tjera, sepse thash edhe një herë, është një vend
që ka identitet, ka kulturë, ka gjithçka që mundet me na përfaqësu pa u ndarë në bashki tjera. Ju faleminderit. Faleminderit, po, zotëria. Zotëria, po. Moshën, po respektoj moshën. Okej. Atëherë, faleminderit zotni. Unë jam Aleksandër Bashuku, antar i Këshillit Bashkiak Shkodër. Mora shkas nga zoja e parë që foli nga Puka dhe Fusharsi për largimin masiv të banorëve. Unë banoj në fshatin Beltoj, rreth 5 km larg qytetit të Shkodrës, do të jep vetëm një shembull. Janë 2 fshatra, Beltoj Malhebe, dhe aty janë shkollë vetëm 1 nxënës. Janë rreth 1600 banorë të regjistruar në gjendje civile. Vetëm 25% banorëve aktualisht banojnë në mshat. Tek shërbimet, më si ishte edhe tematika e shërbimeve. Ana pozitive dëmonë që ka kenë reorganizimi i bashkive, dëmonë bashkia e Shkodrës ka 10 njësi administrative. Ana pozitive është për arsye se kanë funksionuar sistemi i pastrimit të mbetjeve dhe të kanaleve kulluese. Të treta, për arsye se bashkia ka kanale të treta. Kanalet e para janë të bordit kullimit. Kjo ka rezultuar pozitive në reorganizimin e bashkisë Shkodër. Ana tjetër tek shërbimet, me qenë se unë banoj në zonën e ku është pjesa e Nën Shkodrës, aty ka problemin e përmytjeve të përvitshme. Do të jep vetëm një shembull. Zona Nën Shkodrës përmytet nga lumi Buna, por nuk ka ujësjellsa. Gjithë fshatnat e zonës së Nën Shkodrës përveç Velipojës janë pa ujësjellës. Unë do të jep vetëm një shembull. Fshati Trunsh, ne kemi një deputet nga Trunshi. Fshati Trunsh është në fshatën më të madh të Bashkisë Shkodër dhe të Shqipërisë. Aktualisht ka 4.000 banorë dhe nuk ka ujësjellës. Aty nuk funksionon ujësjellësi jo vetëm Trunsh, por në gjithë zonën e Dajçit. Tek zona e Dajçit, po lidhet prapë me arsimin. Janë 11 fshatra në njësinë administrative Dajç. Në 11 fshatra janë vetëm 2 shkolla. Për arsye se dhe emigrimi masiv i banorëve dhe shërbimi arsimor, unë nuk kam po që i vrejtje për mësuesit, sa ata janë të përkushtuar në lidhje me arsimin që vinë nga qyteti, vinë në zonat rurale dhe e bëjnë procesin mesimor, por një pjesë e banorëve i binë fëmijët në qytet për të arsimuar. Ndërsa pushtetarët, zotnici që janë atje në pushtet, ata i çojnë fëmijët jashtë shtetit. Jo të gjithë banorët kanë mundësinë për me arsimuar jashtë. Kaq kishim. Faleminderit. Nëse mundemi pak lart, po. Faleminderit. Po, diko, ju lutem. Diko të lutem një mikrofon, okej? Faleminderit. Okej, mundemi vetëm zotërisë për arsye edhe respekt moshe, pastaj. Jo, respekt moshe, po një lirova dhe radhën zotërisë. Me qënë se ja lirove, do duhet ja jepnim dikuj tjetër, por ju lutem. Faleminderit. Atëherë mirë mbrëma, përshëndetje. Unë jam Xolin Alia nga Fusharsi, banor aty, lind në rrit me familje. Po me arsim të lartë, histori gjeografi, por unë jam në cilësinë e kryetarit të shoqatës ekoturistike për zonën e Puksës të Fusharsit. 30 e sa vite është kjo shoqatë si funksionon. Para në përsëritje me personat që folën para meje, tek funksionet, unë mendoj që ujësjellësit kalojnë përsëritje bashkia, para arsye se unë jam një banor aty, para 2-3 vjetë ka ba 2.000 lekë me pagu ujtë, tani pagujmë 12.500. Pra do thotë, vetëm të financët, ne jemi të ashta. Vazhdojmë tjetër, se do t'i bi pak si shkurt, se unë kam shumë me folë, po do t'i bim shkurt. Ne flasim për bashki të forta, bashki të dobta dhe bashki të varfra. Tani, unë njem jo mirë kur thotë për bashkinë e Fusharsit në internet. Bashki e varfër. Po si mund t'i themi ne bashkisë Fusharsit e varfër, kur aty ka minierat, aty ka pyjet, aty ka burimet ujore. Vetëm monedha zërë me 1000 ton mineral.
Ata thonë është minerali i bakrit, por ato janë mineralet e çmume, ari, argjendi, magnezi, plumi e shumë të tjera si kërkohen sot në përbot. Edhe ne, aty, këto janë pasuri shtetërore, ne nuk po themi, por ama Qeveria Qendrore do ta shohin pak me përparësi rentën minerale, si t'ja sillin pak më shumë, nëse ka 1% paktën t'ja bojnë 10%. Se në atë pasuri kemi ne aty. Ne ku do i morrim kryetari i bashkisë nesër si do ta zgjedhim ne me financat, se tash e lidhim me financat se ku do shkojnë puna. E dyta, pyet, po kështu, pa i zgjatë, se dhe pyet janë pasuri e madhe, burimet ujore. Bashkia fushar s'ka burim ujore, lumej, ka licene, ka kroje. Me me krasu, për numrin e popullsisë, ja ka lënë edhe Norvegji, se Norvegjia është një nërvenet me burim ujore më të shumta në Europë. Pra, po edhe këto ne nuk na vinë pjesa e jonë aty. Pra, nëse do themi bashkia, si mund të thonë ana bashkia do fusharësit, kjo mund të jetë shumë më fort se sa bashkia Himars. Se Himara vërtet e ka detin aty. Po amo detin e ka, po e shfrytëzon bashkia i merr ato të ardhon. Ndërsa ky bashkisë fusharësit ku i merr ky? Si do të na plotësojnë kërkesat e qytetarëve si japim botën në tij. Edhe tjetra, unë mendoj për një rast më konkret te kryetari i fshatit. Unë e qyj se aty a themeli i demokracisë, ose i pushtetit vendor. Kryetari i fshatit do të mendoj të zgjidhet nga populli. E para dhe e dyta, ai të ketë një pagë, te paga mesatare, 500 deri në paktën 700 euro. Aty sillet të gjitha interesat e komunitetit te ky. Fillojnë dhe pastaj shkon te kryetari i bashkisë të qeveria, pra a themeli. I ko dhe kjo. Tani, unë jam për rajonet janë të mundshme, a janë 3, a janë 4, a janë 10, pak rëndësi ka, bashkit t'jenë e vogla t'jenë në valësit e këtyne edhe rajonit t'i zgjidhin ato me Bashkimin Evropian përthisin e fondeve. Unë nuk mund të rri pa zgjatë edhe paktën 20 sekonda. Mo më duke sikur në rrësisit trupi në qoftë se njëjojmë fjallën 36 bashki. Pse? Sepse janë 36 rrezet e kohës komunizmit. Aty ne, mosha jonë edhe shumë të tjerve, kemi përpara Komitetin e Partisë Punës, kemi përpara Komitetin Ekzekutiv, aty kemi degën e punëve të mbrëmshme. Si të parë tonë, po të parë tonë, kanë kalu në këto lloj kalandra. Këtu kemi na degën e punëve të mbrëmshme, këto afër. Gjyshi jem, 2 herë ka qenë aty. I lidhun aty. Si mund të durojnë tash Shkodra? Me thonë të shqitjena ata kemi përsëri, të kalujem të futemi në rrjedhet demokratike të Europës qytetërore. Ta lëm komunizmin. Faleminderit, në shta u revoltova. Faleminderit, ju faleminderit. Po, 2 zëra ju lutem lart, po, kia edhe dikush tjetër, se unë edhe kam shtirë prej... Po, ju lutem, po. Përshëndetje, mirëmbrëma gjithëve, mirëmbrëma drejtues